Qeveria shqiptare ka përgatitur një projekt ligj për ngritjen e 20 kampeve të refugjatëve në qarqet Korç, Gjirokastër dhe Vlorë për strehimin e personave nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza. Dokumenti i publikuar nga Ministrja e Brendshme Albana Koçiu paraqitet për miratim vetëm 6 muaj pasi kryeministri Edi Rama refuzoi publikisht kërkesën e Britanisë së Madhe për ngritjen e një kampi refugjatësh. Në konferencën e përbashkët për shtyp më 15 maj 2025, por edhe në disa media ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Shqipëria nuk do të bëjë kur vend për kampe refugjatësh dhe se rasti i marrëveshjes me Italinë nuk do të përsëritej me asnjë vend tjetër. 6 muaj më pas, ai ka shkelur këtë premtim, duke hapur rrugën për ngritjen e 20 kampeve të reja, përveç atij të Gjadrit në Lezhë. Si e justifikon kryeministri këtë projekt? Edi Rama ka pranuar ngritjen e kampeve në zonat e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës, duke e servirur vendimin si akt humanizmi që do të sjellë përfitime afatgjata për vendin. Në realitet, qytetarët shqiptar nuk përfitojnë asgjë nga përdorimi i territorit për qendra refugjatësh. Përfiton vetëm kryeministri, i cili kërkon vetëm të rrisë influencën politike të pushtetit të tij dhe ta maskojë këtë vendim si mbështetje për integrimin evropian. Në projekt ligj thuhet se Shqipëria si vendet kandidate për BE duhet të tregojë angazhim evropian për menaxhimin e migracionit dhe solidaritet dhe humanizëm. Por nëse ky është një standard evropian, atëherë vendet e BE-s duhet i ngrenë kampet në territorin e tyre, pasi janë më të mëdha dhe më shumë të pasura se sa Shqipëria. Hipokrizia dhe takimet e fshehta të qeverisë. Dokumentet tregojnë se qeveria ka pranuar këtë projekt prej më shumë se një viti, ndërsa përpara qytetarëve, kryeministri deklaronte të kundërtën. Më 4 dhjetor 2024 në Ministrinë e Brendshme u mbajt një takim i parë i grupit të punës për planin e pritjes së refugjatëve, në zbatim të urdhrit numër 95 datë 12 qershor 2024 të kryeministrit Edi Rama. Më 1 deri në 3 prill 2025 u zhvillua workshopi i parë i fshehtë për diskutimin e planit dhe përgatitjen e infrastrukturës. Më 21 deri në 22 maj 2025 u mbajt workshopi i dytë për masat paraprake. Më 9 dhe 10 qershor 2025 u zhvillua workshopi i tretë për finalizimin e planit. Më 21 deri në 23 korrik 2025 në Shkodër u mbajt workshopi i katërt me pjesëmarrjen e GNP, IOM, UNHCR, EUAA dhe Frontex, ku finalizua drafti përfundimtar. Me shkresën numër 5224 fraksion 1, datë 7 tetor 2025, projekti u dërgua për firmë ministrave të drejtësisë, financave, jashtëm, shëndetësisë, mbrojtjes, infrastrukturës, pushtetit vendor dhe drejtuesit të shish, të cilët e firmosën brenda ditës, ndërsa për publikun dhe ndërkombëtarët, Edi Rama betoi se nuk do të ngrihej asnjë kamp refugjatësh në Shqipëri. Pas shpine, ai kishte urdhëruar prej më shumë se një viti hartimin e planit, caktimin e zonave dhe përgatitjen e terrenit. Pamfleti e denoncoi këtë projekt më 18 maj 2025, bazuar në informacione të brendshme nga qeveria. Sot, çdo detaj i atij denoncimi është bërë fakt.